Mirëmëngjes edhe një herë. Ja bashkë me këtu. Po, ja, ky është ai momenti kur unë dhe Neada dalim fotografi. Po, shko sa bukur sot. Po pra, çuditërisht edhe sot që kemi kombinuar, pavarësisht se nuk e kemi lënë me fjalë njerëz. Ne vazhdojmë. Shoqyria mund t'ja u zbart faqen more me bluzën e bardhë. Ha, shoqyr. Na e zbart faqe Mikaela. Okej, ne jemi duke folur për rëndësinë që ka arti të biseduarit. A kanë humbur elementet e këtij arti shumë të bukur, shumë njerëzor në të njëjtën kohë dhe për të folur pikërisht për këtë temë ne kemi të ftuar sot Flori Kasaj, mirëmëngjes, shkrimtar, ekspert arsimi dhe komunikimi. Shumë kënaqësi që je me ne sot në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e ime gjithashtu. Tani si e sheti? A din njerëzit të dëgjojnë sot? A din të ndërtojnë ura komunikimi? Si është kjo të qenit i pranishëm edhe të ndërtuarit marrëdhënie përmes të biseduarit? Atëherë, të gjithë e dim që jetojmë në një epokë ku digitalizimi ka arritur majat dhe pretendohet që të arrijë akoma dhe më tepër, dhe normalisht ka dhe ato pasojat e veta, një nga të cilat është edhe pjesa e komunikimit. Jetojmë në epokën kur komunikimi është i shkurtër, i shpejt, do të thoja, dhe sa i përket artit komunikimit që janë 3 elementë kryesor, është prania, po themi është koha që jepet edhe ajo pjesa e përfshirjes së ndjesive, sa vjen dhe zbehet. Do të kemi më shumë më tepër një komunikim të shkurtër, një çkm, ç'a bën, do të thonë kryesisht vjetëre tek në moshat po themi të rinj. Të brezat e rinj, po. Në fakt edhe brezi jon po çedon pak në këtë aspekt, se nuk është se janë vetëm brezat e rinj. Mendoj që është më tepër ndoshta edhe përshtatje, se normalisht ndihemi më të përshtatur kur përqafojmë atë çfarë shumica ka zgjedhur që të veprojë dhe të. Mendoj se edhe justifikohemi pak me këtë faktin, kam shumë punë, jam shumë i zonë edhe po i bie shkurt me këto mesazhe. Po ndërkohë kam përshtypjen kush ka dëshirë gjen mundsinë. E vërtet. Flor, kur flasim me dikë përgjithsisht më përpara, prandaj po themi që e ka humbur çik rëndësinë ky arti i të biseduarit. Më përpara ne i zgjidhnim shumë me kujdes fjalët. Për një mijë arsye, se përse duhet të jepnim asaj bisede atë drejtim që ne donim, për personin që kishim përballë, për temën, për përmbajtjen e bisedës edhe kështu me radhë. Kurse sot duket sikur fjalët nuk i zgjedhim edhe aq. Si më thon, çfarë na vjen e para në mendje thjesht e themi. Po, është e vërtetë fakt. Jo pa qëllim e thash që në nisje që ne jemi përshtatur dhe normalisht ne zgjedhim ta themi atë gjën sa më shkurt, se edhe ajo vëmendja do të thonë humbet. Nuk është më po themi ajo çfarë ka qenë dikur që ne përgjithsisht na duhesh që të zgjeronim atë çfarë donim të thonim, kishim vëmendjen e plot. Tashmë e gjithë ajo përmblidhet në një gjë shumë të shkurtër dhe të shpejtë. E shkurtër dhe shpejt për shkak edhe të ritmit, si thua, të botës sot, kësaj të efekteve të globalizmit dhe kështu me radhë. E vërtet, do të thonë globalizmi dhe teknologjia patjetër që është një nga arsyet që kemi arritur në këtë pikë, por mendoj mund të ketë edhe faktorë dhe arsye të tjera, ndoshta nga fakti edhe që shumica prirë drejt kësaj gjëje. Po pse kanë të rëndësishëm njerëzit që vetëm të bëjnë një monolog edhe të tregojnë e të flasin vetëm për veten e tyre? Ndoshta duke qenë se jetojmë në këtë epokë, patjetër pjesa e klikimeve, flas gjithmonë në rrjetet sociale, ka marrë po them një vëmendje shumë të madhe dhe kjo ka sjellë edhe këtë pjesën që njerëzit të bëjnë atë monologun dhe të shfaqen sa më mirë në publik, pavarësisht asaj çfarë ata janë në të vërtetë. Flor, ne jetojmë në një botë ku televizioni na jep shumë modele debatesh përgjithsisht, pavarësisht përmbajtjes së tyre që mund të jenë politike, mund të jenë për tema të caktuara dhe kështu me radhë. Në fakt apo humbet etika e dialogut kur dëgjojmë debate që më shumë kthehen në kakofoni dhe jo mirëfilli për të rrahur ca mendime dhe për të arritur në një përfundim të caktuar. Sepse mbizotron arroganca. Po. Në fakt nuk do preferoja termin humbet, sesa do preferoja më tepër pjesën që e vëmë në gjumë. Pra, arti i komunikimit nuk humbet asnjëherë. Ai është aty flet, por zgjohet në momentin kur ne ndërveprojmë dhe ne angazhohemi për të qenë plotësisht do të thonë në gjithë ato elementet që e bëjnë atë komunikimin e dur, qoftë nga ana, po themi shpesh ne përdorim komunikimin thjesht e vetëm për të përcjell, po themi atë çfarë duam të përcjellim në një publik, në një audiencë, por pa marrë parasysh edhe faktin e ndjesive, asaj gjë që përcjellim, atë mesazhi që po themi ajo gjëja kërkon që ne ta përcjellim në publik. Duke qëndruar pak duke qëndruar pak te kjo të ndjesitë që ne përcjellim, duke lidhur dhe me profesionin tuaj. A mund të bëhet një shkrim në sajt të bisedave që bëjmë ne në chat, pra me këto shkurtimet, me mungesën e të shprehurit gjatë edhe gjërë,
do të përcjellte të njëjtat emocione si një shkrim i mirëfill? Mendoj që do ishte sfidë për të përcjellë të njëjtat emocione. Mendoj është edhe çështje zgjedhjesh. Pjesa se si do ta preferoni ta merrni këtë tekst dhe kam përshtypjen që do ta preferoni më tepër këtë pjesën e të marrit një tekst të shkurtër me ato shkurtimet dhe me ato emoje që kanë zvendosur po themi dhe komunikimin, sesa një tekst i gjatë. Do të thonë janë të paktë të rrallë ata njerëz që futen, ulëmtojnë dhe lexojnë po themi materiale të gjata. Një nga trendet e momentit është edhe ghosting. Dashur pa dashur, njerëzit në biseda që mund zhvillojnë me të tjerët, vjen një moment ku nuk dinë më se si të përgjigjen pyetjeve. Pra, sa përballen me një pyetje, thjesht shmangen edhe largohen. Është ky sinjë ose zhdukja. Pse po ndodh kjo? Po, janë pra pasojat, do të thonë gjitha këto çfarë ne po diskutojmë këtu, sjell edhe këtë fenomenin që dashur pa dashur shoqëria do të rritet me ato dhe mendimi kritik nuk do të jetë më në atë nivelin e dur, dhe përgjigjja patjetër do të jetë sa më shkurt dhe ndoshta edhe përtej temës ose pyetjes së cilën drejtohet për të marrë. Dhe përveç ghosting, është dhe diçka që është akoma më keq. Pra kemi persona që të bëjnë këto reaction nëpër story apo nëpër komente dhe duket sikur kemi një marrëdhënie, nuk e di, prej shumë vitesh kemi shumë biseda me këta njerëz, ndërkohë ai chat është vetëm me këto emojit. Po, nuk ka asnjë fjalë, asnjë pyetje, asnjë bisedë. Pastaj nuk kupton ti mua në atë që dua të them. Se ke kuptuar ti çfarë kam dashur të them unë me këto emoji? Dhe pikërisht prandaj si ta deshifrojmë. Po, dhe prandaj arrim në atë momenti kur kemi shumë keq kuptime. Kjo është një nga arsyet që ne kemi debate të zjarrta, kemi po themi ato debate të cilat krijojnë dhe kakofoni apo krijojnë situata jo të mira. Kjo arrihet vetëm për këtë arsye që ne nuk e përcjellim siç duhet atë çfarë duam të përcjellim. Pra ne kursejmë fjalën e mirë, po kur vjen puna tek debatet, aty pastaj kemi një fjalor të gjerë të gjithë, kemi dëshirë të shprehemi, të mos i vëmë kurrë pikë. Vërtet, dhe se merr vesh se çfarë thot njëri dhe tjetri dhe është vërtet. Flor, në fakt është faj i teknologjisë, i si thua i rrjeteve sociale, i medias në përgjithësi që ne po e humbasim vlerën e bisedës së thellë, apo në fakt është një çik edhe faj njeriu që e ignoron sepse i bie për shkurt edhe ai. Se njeriu kur është i vetëdijshëm mbase thot tani dua të bëj një bisedë tamam të thellë, s'ka nevojë që të vërtet, edhe aty zgjohet po themi komunikimi vërtet. Dua të them që faji është i të dyve. Teknologjia ka bërë punën e vet, por edhe njeriu sigurisht që zgjedh këtë lloj mënyre të komunikuarit. Kështu që nuk mund t'ja japim fajin të gjithë po themi teknologjisë, sepse jemi ata ne të cilët e kemi në dorë teknologjinë dhe duhet ta përdorim ashtu siç vërtet na shërben më së miri ne. Pra jo të na përdor teknologjia ne. E vërtet, dhe mendoj që jemi në momentin që akoma jemi në atë pragun që nuk e dim, kam përshtypjen se teknologjia po na përdor dhe jo ne atë. Kjo është e vërtet. Me vërtet. Edhe komunikimi ndërtohet me reelsa, me këto videot që edhe në çate me dhe s'ke nevojë të flasësh fare. Çdo përgjigje është me një video. Për shkak edhe një lloj komenti. Tani më që jemi në këtë prag, pra pa e kaluar atë limit. Si t'ja bëjmë të rikthejmë artin e komunikimit të dikurshëm? Kam përshtypjen patjetër politikat, institucionet që janë përgjegjës sa i përket politikave që hartojnë, duhet të kenë vëmendje të shtuar. Unë jam ekspert arsimi, punoj në Ministrinë e Arsimit dhe dua të them që ministria është e angazhuar në shumë nisma, qoftë nga konkursi kombëtar i gjuhës shqipe i cili po zhvillohet është në fazën gjysmë finale me klasat e 9 dhe kjo është një nga gjërat dhe nga politikat, nga angazhimet që i afron më tepër nxënësit drejt komunikimit dhe drejt artit të fjalës. Por në nisma të tjera, festivali i shkencës dhe tjerë me radhë. Mendoj që është detyra dhe institucioneve që ta kthejnë vëmendjen akoma dhe më tepër dhe do të them te pjesa e komunikimit, por dhe te politika, duke pasur në fokus komunikimin si art. Flor, si ekspert arsimi, si i vlerëson sot nxënësit apo studentët e tu? Sa të zhdërvjellët janë ata, sa të hapur janë për të bashkëbiseduar, qoftë edhe me mësuesit, me njëri tjetrin apo edhe me prindrit fundje? Marr shkas nga eksperjenca ime në auditor, unë jam gjithashtu dhe lektor jap lëndë zhvillimi aftësive komunikuese. Dua të them që studentët përgjithsisht kur unë ngacmoj, ata kanë shumë gjëra për të thënë. Dhe mendoj, prandaj dhe gjithmonë e them këtë shpesh që nuk është dukur arti i komunikimit. Është aty por flet. Pra ne duhet të dimë ta zgjojmë këtë art. E marrin ata iniciativën për të shprehur, për të ngritur dorën, për të përgjigjur, për të përfshirë në debate? Në momentin që ata gjejnë mundësinë dhe në momentin që ata vlerësohen për ta dhënë mendimin e tyre, patjetër shikon. Pra jo vetëm kur i ngacmon, siç the, nuk janë kaq të ngurtë saç ne absolutisht e hamendsojmë. Jo, mendoj, do të thonë unë e marr fill mbas asaj që unë shoh në auditor. Dhe këtë e them me plot bindje që mjafton vetëm të ngasmosh dhe mjafton vetëm që ti përfshish dhe ti dëgjosh edhe aty patjetër do njohësh një botë tjetër të rinjve që ndoshta
nuk e kishe menduar, mendoj. Pra po rritet një brez pa komplekse në këtë aspekt. E vërtet. Po. Mund ta kenë dëshirën edhe për ta zhvilluar më tej artin e të biseduarit. Po i bjem në qafë kot. Mendoj, jo, më flas gjithmonë në atë aspektin çfarë shohim. Është e vërtet që ka të rinj që vërtet janë të talentuar dhe vërtet në momentin që ti jep mundësinë që të flasë, ai, domethënë, e ka të mundur që ta përcjellë atë mesazh, atë komunikim ashtu siç duhet bukur, duke përfshirë gjithë komponentët e artit, të fjalës. Flori, ju jeni edhe shkrimtar, keni shkruar libra për fëmijë dhe pak përpara se të hynim në transmetim po flisnim se sa sfidë është që të shkruash në fakt sot për fëmijët. Ne në fakt kemi një rubrikë tjetër, mbase do duhet bëjmë një emision tjetër për këtë temë. Po, meqense fëmijët janë në një moshë delikate, është e vështirë për ta që të krijojnë marrëdhënie, si thua, të bisedimi me njerëz janë edhe një çik më të rritur. Është e vështirë për të rritur që ti kuptojnë fëmijët realisht, sepse ata janë më të heshtur edhe kështu me radhë. Hapësirë të rriturit Po, këtyre fëmijëve për të shprehur. Mendoj që jo mjaftueshëm. Unë kam zgjedhur jo pa qëllim ndoshta dhe për prirjen time artistike të shkruaj për fëmijë. Është një sfidë për faktin sepse ti do të duhet që të krijosh tekste të shkurtra, të thjeshta dhe të kuptueshme nga fëmijët. Pra, ndryshe nga letërsia për të rritur që mund të jenë romane me shumë faqe, librat për fëmijë tashmë preferohen ato libra që kanë ilustrime, patjetër. Flas gjithmonë jo vetëm për fëmijë të vegjël, por edhe për të rritur. Mesazhi përtiset edhe përmes imazheve në këtë Po, rast. dhe kam parë që nga takimet që kam zhvilluar, kam qenë prezent, kam parë një tërheqje më tepër tek librat të cilat kanë dhe një ilustrim, kanë dhe një imazh. Dhe të rriqen patjetër edhe për të lexuar tekst. Qëndrojmë pak te ChatGPT-ja, se unë kam shumë merak këtë pjesë. E para njëherë e përdor ti Flor chatin? Jo shumë. Do thon, kur kam tentuar ta përdor, në fakt më tepër më ka ngatruar se sa më ka orientuar se. Po pra pikërisht. Edhe unë preferoj më mirë mos ta përdor. Edhe shoh, më vjen keq të them që shumica i mbajnë, po them, totalisht shpresat e chatit, ndërkohë që chati është një burim që nuk është i sigurt për informacionin që përcjell. Unë zgjedh më tepër të gjej informacion të saktë nëpërmjet librave. Ka dhe libra që po bëhen me ChatGPT. Po. Kjo është tjetër gjë pastaj që më mirë mos i hyjmë se nuk do dalim Flori nuk dot. është dakord Do me të këtë. diskutojmë te rubrika e librit. Po ndodh. Do të pyesja për një gjë, në fakt se janë bërë shumë virale disa video në për universitete, në për sallat e hapura ku pedagogu po lektoron me studentët e vet dhe janë disa pedagog, profesor në pasion e sipër që thonë mos përdorni ChatGPT, mos se është shumë keq. Tani është problemi i këtij profesori që nuk po ecën me hapin e kohës apo i këtyre studentëve që nuk e dëgjojnë profesorin që i mëson për mirë për mendimin tim. Shiko, unë jo pa që me thash edhe pak më parë që ne duhet ta përdorim teknologjinë. Pra, unë nuk jam kundra chatit, por jam pro i të përdorit ashtu siç duhet. Pra, mund të ndihmoj për një gjë, domethënë për një gjë që ty të duhet me një urgjencë, por pa humbur atë esencë, pa e marr, po themi atë materialin ashtu bruto siç ta jep chati dhe ti domethënë ta marrësh, ta prezantosh apo ta referosh. Mund të përdoret për ata të cilët kanë angazhime, por duke e parë atë materialin që kanë marrë. Shumë universitete në fakt e kanë lejuar edhe përdorimin e ChatGPT-s, mjafton të referohet në rastet kur e përdorin për ndërtimin e temave të diplomës, të referohet si burim. Një pyetje kam, meqense jemi te chati, edhe ndoshta e mbyllim edhe me këtë, pse e kanë më të thjesht njerëzit sot që të flasin edhe të komunikojnë me chatin për çdo gjë lidhur me jetën e tyre, sesa me një shok, me një shoqe. Po, ndoshta edhe nga fakti që ndjen më private pjesa e chatit dhe duke ditur gjithmonë që chati nuk është një njeri, është një robot edhe kam përshtypjen nga fakti nga sa kam dëgjuar nga bisedat e përditshme që ja bën pak çiftin. Edhe shumë shpesh e përdorin dhe si po themi këshillues për ekonominë, për shumë gjëra të njeriu që ndonjëherë nuk është po themi keq, por duhet pa humbur edhe thelbin e atyre që janë vërtet këshillues të karrierës apo dhe të fushave të mirë. Flori, duke u rikthyer pak tek e folura, e shmangim chatin për momentin. Po ja, pra Unë për vete ishte. jam rritur në një brez që një nga komplimentet më të bukura që mund të bëj ishte sa bukur flet ose sa bukur shkruan. A ka akoma kuptim ky kompliment? A ekziston si nocion? Besoj po. Dhe sa e marrin për të mirë qenë njerëzit që kjo gjë është kompliment, kjo gjë është diçka që duhet arritur, është një synim në vetvete të dish të flasësh bukur apo të shkruash bukur në rastin tuaj. Kam përshtypjen sidomos tani që është momenti që kam bizotruar chati, kam bizotruar teknologjia, mendoj që e ka akoma edhe më tepër peshën kjo fjalë të shkruajt bukur dhe të folurit bukur. Ndryshe nga po themi brezat tanë dikurshëm që shumica fliste patjetër jo se tani nuk flasin, por tani zgjedhin të mos flasin. Zgjedhin të mos flasin bukur? Mendoj kështu. Po limitojmë veten edhe në këtë aspekt apo përtojmë? Ndoshta na zgjedhim alternativë më të thjeshtë të mund.
Unë nuk jam i mendimit që të rinj nuk din, absolutisht din shumë. Paktën nga kontakti mes tyre kuptoj që din akoma dhe më shumë, ndryshe nga brezat, por nuk e shprehin. Po, kjo është një sfidë tjetër dhe një gjë tjetër që e treq mbrapa, po themi rinë e sotme. Kur ka qenë hera e fundit që ke bërë një bisedë të vërtetë? Ka qenë shumë herë, hera e fundit para pak ditësh me një grup të rinj. Sigurisht edhe me Parlamentin e Nxënësve, cilin e ndjek, kam kënaqësinë që ta ndjek si koordinatori kryesor i Ministrisë së Arsimit, dhe aty kam pasur komunikim me 140 nxënës deputet nga gjithë Shqipëria. Edhe e them me bindje këtë, prandaj dhe gjithmonë nuk e mbroj këtë hipotezën që të rinjt shpesh përjeren të gjërat e shkurtra ose ndoshta nuk kanë atë aftësinë e komunikuarit. Unë aty kuptoj që të rinjt e kanë aftësinë e komunikimit vetëm sepse e lën në gjumë. Pra nuk e mbajnë zgjuar, po themi, këtë pjesën e artit të komunikimit. Tani, ne kur kemi qenë të vegjël, kur na jepnin qoftë edhe në gjimnaz, sepse ne I takojmë një brezin çik më të hershëm, u plakë, moj vajza, çfarë po ndodh, kështu nuk e marr vesh domethënë. Kur na jepnin detyra ose projekte për të bërë, ne mblidheshim me njëri tjetrin, diskutonim, dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë sepse ti në të njëjtën kohë edhe thelloheshe në atë gjën për të cilën ishe ngarkuar për të bërë projektin ose detyrën, por në të njëjtën kohë njihje realisht edhe mendimet e shokëve të tu, se çfarë ata mendonin, si e konceptonin një gjë apo në një tjetër. Sot më duket sikur kjo nuk ndodh më. Sot mjafton vetëm me një telefonat e bër atë gjë ose ai tjetri thot po se unë do ta zgjidh me chatin atë gjë, ne kupton. Copy paste. Dhe kjo ka humbur disi komunikimin me shokun tënd, me bashkë moshatarin tënd për të njohur mendimet e tij dhe për të diskutuar mbi një gjë shumë siç mund të jenë projektet ose detyrat edhe kështu me radhë. Është e vërtetë, pra pjesa më e madhe janë individualista. Do thonë, ndryshe nga çfarë ka ndodhur dhe çfarë ne kemi përjetuar dikur, tashmë kemi të rinj të cilët janë individualista në plot kuptimin e fjalës individualist. Pra, zgjedhin të jenë po aty më tepër, po themi, një komunikim nëpërmjet Google-it, aplikacioneve të ndryshme që japin, po themi, këto detyrat e projektit, sesa të zgjedhin një komunikim mes shokësh dhe mish. Po është e çuditshme se si mund të cënohet edhe të preket arti I të biseduarit, sidomos sot, ku burimet e informacionit janë pafund, duke shfrytzuar Google, ChatGPT, libra, ti ke edhe mentor, ke njerëz të dedikuar nga cilët mund të marrësh këshilla dhe prap ne zgjedhim që t'i biem shkurt. Është ndoshta edhe për të kursyer kohë? Po. Është ndoshta dembelizëm. Kjo është nga arsyet. Por në fakt Flor, mendon se fuqia e fjalës dhe bisedës ka akoma të njëjtën peshë si dikur për të bërë të ndryshosh mendim apo qoftë edhe qasje ndaj jetës? Shikon, unë dua të përmend vetëm rastin e fundit të Ambra Alimeta, është një nga nxënëse 12 vjeçare e cila ka bërë bujë në mediat. Kjo ka ndodhur e saj? Po, kjo ka ndodhur edhe për faktin sepse ne këtë herë, domethënë në këtë kohë që jetojmë, kemi të rralla, po themi, të komunikime. Dhe patjetër që bën bujë në momentin kur ke një komunikim I cili është I plot dhe sillet ashtu plot në audiencë, patjetër që bën një diferencë krahasuar me gjithë, po themi, ato komunikimet e tjera në publik. Mirë, ajo pastaj vjen në familje, nga edukata që ke marrë, sa kanë dashur prindrit që të investohen tek ty në atë aspekt, sepse dikur rastisa një intervistë të vajzës që thotë që kam lexuar deri më tani mbi 55 libra. 55 libra. Diçka e tillë, gjë që të tjerët ndoshta nuk e gjejnë kohën, është libri kryesor në këtë aspekt, është ndërvjellësinë të komunikuarit. Libri patjetër që luan një rol shumë të rëndësishëm në formimin e njeriu, por mendoj dhe mundësitë që jepen. Nëse ajo vajzë nuk do të ishte angazhuar në një strukturë përkatëse siç u angazhua, ndoshta nuk do të ishte aq e njohur sa është. Mendoj për te gjithë formimit mund të ketë shumë të tjerë të ri. E them këtë me bindje për faktin sepse I njoh nga puna që bëj, dhe vetëm nuk gjejnë mundësinë për të shfaqur dhe për të shfaqur atë çfarë ata janë në të vërtetë. Është edhe media pastaj që zgjedh çfarë të promovojë. Tani lidhim pak edhe me letërsinë. Ka shumë libra sot si të mësosh të flasësh, të bashkëbisedosh siç duhet, të japin ato teknikat e tyre. Kjo artit folurit edhe kështu me radhë. Kjo e bën më të ftohtë edhe më skematike bashkëbisedimin apo vërtet janë disa njerëz që arti të folurit, po shumica zgjedh artin e not giving a fuck. Këto librat motivues. Po. Është kjo lloj letërsie, pra që nuk e di nëse mund ta përdorim tamam, është letërsi. Ajo s'është letërsia e mirë fill, po është një drejtim letrar. Unë në fakt do sugjeroja më tepër për te këtyre librave. Këto janë manuale, manuale. Që në farë mënyrë nuk e përbëjnë tamam atë komunikimin. Unë di them nga eksperjenca ime që shumë libra të tjerë, të cilët ndoshta nuk e kanë në titull pjesën e komunikimit, por kanë një mesazh, do të japin një botë kuptim shumë të gjerë sa I përket pjesës së artit, fjalës, formimit e tjerë me radhë. Për shembull është libri 1984 I George Well,
ose po themi për fëmijë është Princi i vogël, Princi i libër vogël, i cili ka mesazh shumë të Princi i fortë. vogël vlen të lexohet edhe kur je i rritur. Po. Jo vetëm për fëmijë. Letërsia për fëmijë vlen të lexohet edhe kur je i rritur. Unë edhe më herët e kam shprehur që unë lexoj letërsi për fëmijë. Ndoshta edhe nga që edhe jam studiues i saj, por më jep atë kënaqësinë të marrësh, po themi, ato mesazhe që kur i rikthesh mbas ca vitesh vërtet blejnë. Janë dhe libra të tjerë si Alkimisti ose Pritë zogun për qeshës, domethënë janë shumë libra të tjerë, po, që ndoshta nuk e kanë në titull pjesën e komunikimit, por që kanë vërtet mesazhe dhe mësime shumë të vlefshme për komunikim. Që në fakt janë edhe letërsi. Janë letërsi. Kur e mendon. Flor, nëse do duhet ta mbyllim me një konkluzion për artin e të biseduarit, pra ne dim, por sot nuk duam të shprehemi? Unë do të përcjella ndoshta për ta përmbyllur, të lexojmë sa më shumë të dhe të dalim përtej ekraneve të telefonit, të rrëmbejmë librin aq sa ne do mundemi, të tentojmë qoftë edhe me një libër që mund të lexojmë pak faqe. Mendoj ta sfidojmë veten për ta orientuar më tepër tek librit e letra sesa tek pjesa e telefonave. Por patjetër në rastin e teknologjisë do preferojmë që ta përdorim dhe jo të na përdorin. Po, të forcojmë marrëdhëniet me njëri tjetrin se është shumë e rëndësishme kjo. Mirë, ne harrojmë që i përkasim një bote dhe një bashkësie e komuniteteve tona, kështu që le t'i dedikohemi siç duhet e të shprehemi, po edhe të dëgjojmë, se është shumë e rëndësishme. Për aq kohë sa do jesh tu ngjitur me mua Nada, ti je e bindur që do ta forcojmë. Flor, shumë faleminderit që ishe me ne sot në studio. Jemi mirëpritur gjithmonë në zgjohu po deshe. Ne siç e kishim. Ditë të mbar edhe punë të mbar. Faleminderit shumë. Faleminderit që na dëgjove. Jo, jeni të mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Okej, kështu e mbyllim edhe këtë pjesën e temës së ditës. Ne do dëgjojmë muzikë dhe rikthehemi pas pak.